Ky emision mundësohet nga Oliva Shampo dhe Telkos. Mirëmbrëma ju themi edhe sonte, krejt juve miq të televizionit TV1 që çdo herë jeni para ekranit e po shoqëroni bashkë me emisionin Një natë, puroj që keni pas një vikend të këndshëm e me plot energji të mirë po nisim edhe këtë javë bashkë. Do na pret intervista qendrore, kemi një mysafire që kemi për herë të parë në studion e Një natë, nuk po zbuloj shumë, por është kampion bote, kështu që do kemi fare pas pak në studio. Nuk ka më mungu edhe materiali për më të rejat e fundit nga showbizi vendor dhe jo vetëm, si dhe muzikë të mirë prej qendresës, por fillimisht, si çdo herë tjetër, një falënderim për partnerët tanë që janë pjesë e pandashme e këtij rrugtimi. E nisim çdo herë me Telkos, internetin më të mirë dhe më të shpejt në vend, dashni në lidhje të parë. Si dhe bashkë me neve në këtë rrugtim është Oliva Shampon me balsam që gjeni në versionet të ndryshme për të gjitha llojet e flokëve dhe më mira është që përmban protein natyrale. Këto momente nuk na mbetet gjë tjetër vetë se krejt vëmendja tek qendresa dhe performanca e parë për sonte. Çdo mëngjes kur diellin shoh ty të mendoj, ti se ti pa ty i dashurio nuk i jetoj, sonte të kërkoj ku je, prap të vetmën mos më le, në këtë ndër që s'paron e më mundon. E ta dish sa shumë të dua, do të rije veç me mua, dua t'i ndjej buzët e tua, fjalët që vetëm ti mi thua. E ta dish sa shumë të dua, do të rije veç me mua, dua t'i ndjej buzët e tua, fjalët që vetëm ti mi thua. I hap syt e them me vete, drita jeti, nuk e dua këtë jetë pa dashuri, sonte të kërkoj ku je, prap të vetmën mos më le, në këtë ndër që s'paron e më mundon. E ta dish sa shumë të dua, do të rije veç me mua, dua t'i ndjej buzët e tua, fjalët që vetëm ti mi thua. E ta dish sa shumë të dua, do të rije veç me mua, dua t'i ndjej buzët e tua, fjalët që vetëm ti mi thua. Pas kësaj performance është koha që më ndjek edhe materialin e parë për sonte, ku do t'i kuptojmë më të rejat e fundit nga showbizi dhe jo vetëm, detajet i kuptojmë përmes stories në vazhdim. Teuta Selimi ka alarmuar ndjekësit e saj duke publikuar një foto në ambientet e spitalit. Në imazhet e shpërndara në rrjetet sociale, ajo shfaqet e shtrirë në shtratin e spitalit e veshur me pijame roz dhe duke mbajtur në duar një buqet të madhe me lule, të shoqëruar me një emoji me zemër. Edhe pse vetë artistja nuk ka zbuluar detaje rreth gjendjes së saj shëndetësore apo arsyes së shtrimit, disa burime tregojnë se operacioni ka përfunduar me sukses. Vlero është bërë temë diskutimi në rrjetet sociale. Ashtu siç ndodh shpesh në personazhe publike, përveç urimeve të shumta për jetën e re, nuk munguan as komentet që lidhen në të kaluaren e tij dhe faktin që kjo është martesa e tretë. Në vend që të reagojnë me tone të ashpra, këngëtari zgjodhi një qasje më të matur dhe elegante. Ai publikoi një mesazh nga ceremonia e dasmës, ku shprehu qetësinë dhe pjekurinë e tij. Ai u duket sikur më, 3 pika, gëzuar për dashurinë.
Opinionistja e emisionit, njëherë shkrimtarja Leonora Jakupi, ka reaguar me tone të forta ndaj Dolçes gjatë debatit, duke e bërë atë pikë kryesore të diskutimit. Pas ngjarjeve me Limin dhe gjendjes emocionale të Albës, Leonora e kritikoi Dolçen për mungesë ndjeshmërie ndaj saj, duke theksuar se Alba po përjetonte një situatë të vështirë pasi Limi dhe Dolçe kishin nisur një romancë përpara saj. Qëndrimi i Jakupit ishte i qartë dhe i drejtpërdrejtë, duke nënvizuar rëndësinë e respektit dhe empatisë mes banorëve në shtëpi. Megjithatë, ajo shkoi edhe më tej se deklarata e saj. Në një moment, Leonora ju drejtua Dolçes me një koment ironik dhe kritik. Ti i zë meshkujt në shtëpi më shpesh se sa më zë gjumi mua. Jemi pra bashkë në studio shkuar që me realizu edhe intervistën qendrore, si çdo anë tjetër kemi personazhe që ju i dani dhe përcjellni vazhdimisht, e sonte kam kënaqësinë e madhe që në studion e Një Natë për herë të parë kemi një grua shumë e zonja, shumë e fortë, e patë nga mbrapa, nuk do shumë për shkrim, sot do i themi kështu të gjitha, realisht ndoshta mund t'jemi tepërt, me thonë edhe fjalë të mëdha për to, sepse gjithë secili prej neve e dim rëndësinë dhe punën që ka bo ndër vite dhe vazhdon me bo. Emri saj flet vetë, është simbol definitivisht i kombëtarës tonë. Destria, faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po du me di ç'është kemi fillimisht, ç'është peja e bukur, a erdhe nga peja sot? Po, mirë, faleminderit. E përfundova stërvitjet edhe u nisa direkt. Patë edhe sot, Po, si po. çdo ditë tjetër. Po, çdo ditë, zakonisht ushtojmë 3 herë në ditë, ndonjëherë 2 herë, po ma pak se 2 herë nuk ndodh. Ma pak se 2 herë asnjëherë. Jo. A është e bajatshme, a din mu bo e bajatshme ose e lodhshme, po kështu po them tamam në mënyrë direkte. A din me thonë ndonjëherë që a din çka 2 herë, 3 herë në ditë, stërvitje u lodha? Është shumë e lodhshme, sidomos tash që i kom bri krejt rezultatet edhe shumë vështirë me motivu veten prap me ushtru njëjtë siç kom ushtru para se mi pas të rezultate, E po ç'është po i mbush energjitë, bateritë? nuk e di, ndoshta që e du shumë këtë sport edhe e bëj prej moshës 7 vjeçare, ndoshta edhe kjo është arsyeja që edhe dashnia për këtë sport nuk më lën mu ndal. Sa fjallë buka, po du me ditë, na veç kemi hyrë kështu në 2026-ën, me gjas, ke nej synim të caktuar, apo ke dëshirë milion gjërat më rrjedh, nuk është që ke plane konkrete, njëherët po du me ditë edhe 2025-ta me shumë pak fjallë, ç'është ke për ty? Viti 2025, sa i përket sportit ka qenë një vit shumë i mirë, ku ka fillu mirë me medaljen në Grand Slam Parisit, edhe muj me vlerësu edhe me cek që jom bo prap kampione evropiane për herë të tretë, edhe kom arrit prap me qenë finale në kampionatit botëror, ku kom fitu medaljen e argjend, kështu që edhe kom përfundu vitin si gjudisja numër 1 në ranglistën botërore, kështu që për mu ka qenë 2025 një vit shumë i suksesshëm. Po, për 2026 prap i kom synimet të njëjta, prap me marrë medalje kampionat evropian edhe botëror, gjithashtu mban edhe lojrat mesdhetare në Itali, kështu që shpresoj që gjithçka ka më shku mirë, pa lëndime dhe me përfaqësu Kosovën si gjithmonë që kemi përfaqësu si ekip me shumë dinjitet. Kur e sheh kështu Destria në ekran, edhe ndoshta edhe nga afër, natyrë shumë e butë. Edhe të folërit, po edhe kështu në fizik, kur veç jemi duke bisedu, a ka njerëz që të thonë, takojmë për herë të parë edhe qenë ke krejt ndryshe, të kemi mendu shumë tash, për shumë të vrasht. Po, zakonisht këto janë përshtypjet kur më shohin kështu live. A jeni e qetë gjithmonë si sot, e tillë? Po, edhe në shtëpi? Po, jam shumë tip i qetë. Nuk jam ashtu, vetëm kur jam, na i thojmë tatami, sikur në rregull ose ndeshje, jam krejt tjetër person, kështu në jetën reale jam shumë e qetë, edhe zakonisht njerëz kur më takojnë prej si më konë edhe më e madhe, edhe ka ndodhur që i kom ndihmë andej të thonë, po kjo të ka sa pika e vogël. Se shohin që Tipike kështu shqiptare, që kemi na. Po jo, mos pengon as pak,
Kështu që po, njerëz të më shohin ndryshe dhe ju dal pak më ndryshe. Kur mundemi me pa distria nervoz? Kur mundemi me pa me disponim shumë të keq? Ose hajde në shtëpi, në shoqëni, distria me rrethin e saj të ngushtë, çka mundet me acaru? Që ndoshta medalja ajo tamam që është në ring, e ashpër. Nuk e di, kom qenë pak më ndryshe kur jom kohë më e re, nuk kom toleru shumë gjana, Apo? po tash shumë për arsytoj njerëz për veprimet që i bojnë, ose dikush nëse nuk sillet mirë me mu, unë shkoj i mendoj, po ndoshta e ka një arsye. Jeni shumë empatike distria. Po, shumë empatike jom bo gjatë kohës, gjatë viteve, se nuk kom qenë, kom ndryshu shumë edhe jom bo shumë natyrë e butë. Ke qenë shumë ma e ashpër kështu në atë kuptimin edhe si ma rej, po thu, ma me emocione, ma e gjallë si tip, kokfort. Po, jom ko ma kokfort, po. Tash jo, tash kom ndryshu shumë. Ndonjëherë po m'pëlqen, po ndonjëherë që t'ja nga njerë, dime qenë bajagi e kështu e marim për të keq. Edhe di me keq përdor. Ato është keq përdor, distria? Hajde, realiste. Shumë rrollë. Ndoshta po... Ke pas fat në këtë pjesë? Ke pas fat në këtë pjesë me pas njerëz shumë të mirë, po them, afër vetës, sepse secili prej neve i kemi ato zhgënjimet rrugës, dhe që din me i keq përdor, po... Po, unë e kom rretin shumë të ngushtë, edhe nuk kam shumë shoqni. Zakonisht shoqnona me shoqet e klubit, edhe me motrat e mia, me familjen, e kom një familje të madhe, jemi 5 motra, një vëlla, kështu që e kom një rreth të ngushtë edhe gjithmonë që ndroj edhe ri me njerëz që mdojnë edhe kanë qef me pa suksesshme, kështu që nuk kom pas edhe aq shumë. Kemi me folë edhe përmend edhe motrat, kemi me folë pak për familjen, po çka desha në fillim me nis, po ja kështu është muhabeti spontan edhe rrjedhin temat ndryshme, kur dëgjon shumë fjalë të mëdha për ty, tituj, intervista, lajme, njerëz që të vlerësojnë edhe shohin atë distrien të pathyeshme, fjalë tepër të mëdha, kampion bote, gjithçka tjetër. Çfarë ndjesish ke distria në ato momente, apo ndjesh nga njerë e detyrume me qenë e fortë dhe kursje, kur i dëgjon këtë ato fjalë bukura që njerëzit i thonë për ty? Po, normal që ndina shumë mirë, sidomos kur njerëz të ndalin rrugë, unë ndonjëherë harroj edhe që njerëz të njohin, po e shoh që tash sidomos kohët e fundit, me thonë që secili person një kur dalë rrugë edhe ndalin, edhe gjithmonë kom fjalë të mira dhe komente të mira, kur nuk kom pas diçka keq që me thonë me m'ullë poshtë ose me m'bo mundi keq. Kështu që jam shumë e lumtur që sa do pak pi bëj njerëz krenar përveç familjes dhe rrethit ngushtë që pi bëj edhe gjithë shqiptarët kudo që janë krenar me performancat e mia në sport edhe me medaljet që i ma. Kjo është e bukura. Çka po du tash është me të kthyer ndoshta pak në kohë, shumë po më intereson me ditë, jo kur ke ai momenti, se ndoshta nuk po nype me datë dhe me orë dhe me ditë, po çka po më intereson është ai momenti kur ke thonë ndoshta me zo, kjo është jeta ime, kjo është çka unë e kom zgjedh, është judo. Si u ndjeve, a është vështirë me e pranu ose a ka qenë vështirë për ty me ardhur deri në atë moment me thonë a din çka, është shumë sakrificë, punë patjetër tepër shumë, po kjo është jeta ime është judo. Po, shumë herët ka ndodha, po? Po, moj me thonë që ka ndodhë shumë herët, ndoshta as nuk e mbaj mend, po unë si e vogël kom qenë shumë aktive, ndoshta nuk kom ndajt shpeheq në mbrëmje, në shku në shkollë, kom pas çdo aktivitet që mbaj, kom pas dëshirë me qenë aty, po ashtu dhe jo marrë edhe me sportin e judos, po jo aq shumë seriozisht, si fëmijë, normal si çdo fëmijë e merr si lojë fillim, po edhe si që thash kjo më konë gjithmonë kështu natyre qetë edhe e butë, edhe si fëmijë. Po kur kom marrë pjesë në gara jashtë, edhe treneri edhe familja e ka pa që unë ndryshe po jam në tatami, ndryshe po jam në përgara, po jam shumë agresive, po jam shumë e fortë, edhe ndoshta po tregona ma e mirë në gara se sa në stërvitje. Kështu që edhe familja, edhe unë, edhe treneri e kemi marrë vendim që mu fokusu vetëm sportin e judos edhe jo këto aktivitetet e tjera që i kom pas pak si hobi, si përqef. Kështu që ka ndodhë ndoshta në moshë shumë 12 vjeqare, 13 vjeqare, në moshë shumë 3, ku në veç jem fokusu në sportin e judos edhe kam fillu ato stërvitjet
e shumta edhe ato pregatitjet e mdha mu trajnu 2 herë në ditë edhe mu fokusu vetëm këtë sport. Ka qenë një sakrificë e madhe, une nuk e kum pas, mëj me thonë, gjithë sportisat e mdhaj nuk mundem me pas një rini të njëjtë si kur shoqënia e tyre në shkollë, për shembull, nuk kom pas nuk kom dal as shumë, nuk kom qenë asnjë mbrëmjet maturës, as në shkollës fillore, as shkollës mesme, për shkak të angazhimeve dhe garave, kështu që i kom hup Pishman shumë. as pak, Distria. Pishman as pak. Jo. Edhe pse i ke humb krejt këto. Ndoshta në ato momente jam Apo? di keq, po tash kur e kujtoj ja ka vlet gjithçka dhe prapë kisha bo njëjtën gjë. Okej. Po du me ditë pak raportin me prindërit. Ne dëgjojmë shumë raste, po prindët me të vërtetë mbështetje e madhe, po du me ditë në këtë aspekt, ndoshta momente kur ke dyshu në vete, që ndoshta ke dashur më udhërzu, po them kështu kushtimisht, kanë qenë ata, po besoj që veç afër teje çdo herë. Raportin me cilin më afër, cilin ti ke ngjanë më shumë, po më intereson me ditë edhe si karakter, edhe si fizik, edhe raportin me motrat, sherret, mahallës, lagjës, familjes, me kë i ke bo sherret ma shumë? Sherret ma shumë i kom bo me vllaun. Më motrat jo. Ja, me motrat jo. Vlau është me i vogli? Jo, unë jam më e vogla. Vllau është para me, 5 vjet para me, po vllau ka qenë djali vetëm edhe gjithmonë i ka mungu një vllau, kështu që ka marrë mua edhe ai më ka ftu në sportin e gjodës, ai është marrë me sportin e gjodës ma përpara. Edhe gjithmonë kur ka pas kësi lojna ose kësi ngacmime, gjithë i ka pas me mu. Kështu që me thonë që ai pak ma ka nxit atë shpirtin luftarak, se si fëmijë kon ekstra me but. Po raporti me familje kom shumë të ngushtë, sidomos kur periudhën kur qëndroj në Kosovë, se më bjen shumë shpesh mu këtu. As nuk dal me shoqni, vetëm fokusona me ja kushtu kohën prindve dhe familjes, se si thash ma herët shumë kohë i kaloj jashtë shtëpisë, jashtë Kosovës. Kështu që kam një raport shumë mirë, sidomos me prind e mi, jam shumë Distria, çfarë thonë? Më intereson me ditë do detaje të vogla, të bukura, me cilin kështu po të pyeta edhe me cilët i ke ngjanë. Mi ngjanë ma shumë ka babi, po edhe ka familja e babit. Kom ngjanë edhe në karakter edhe kështu, po ma shumë jam e lime me mamin. Si ka mami? Po, me dytë jam e lime, po me mamin i kom normal ato bisedat edhe ato që kuptova ma shumë. Po kanë qenë shumë shtytës, sidomos në periudhat ku si shta edhe te kom pas dyshima me vazhdu me këtë sport, se është një sport shumë i rondë. A ke pas Distria? Po, kom pas edhe kësi momente, edhe një moment që kom thonë nuk du me vazhdu mo, për shkak kom pas me heq shumë kilogram edhe ka qenë si pothuajse e pamundër për mu me përballu, edhe kom thonë nuk du me vazhdu mo me këtë sport, po kanë qenë pikrisht 2 prindë e mi që më kanë shty me vazhdu edhe mos më ndalë edhe më kanë folë shumë, edhe ju jam shumë falenderus edhe kanë sakrifiku shumë për mu, për me arrit këto. Edhe çdo herë kur e kom ndaj stërvitje të lodhshme ose ku kthejna pa motiv ose ndër një garë që nuk më shkon mirë, e di që më kthy në shtëpi edhe më presin shumë mirë edhe i kam 2 persona që më dojnë edhe të pranojnë ashtu është dashuri e pastër, as që diskutohet se çka është familja. Po, edhe tash më shtyn shumë, sidomos një fjali e mbaj mend babit tim ku gjithmonë u kon krenar me mua edhe ka thonë edhe një medalje në Paris Lojrat Olimpike edhe mandej e shohim si dëshirët i. Unë tash e pruna medalje në shtëpi dhe tash edhin, a mëj me kry? A i tha, ja, pa e marrë edhe një. Mos, qef dhe tha mirë. Ta mos e kry. E zemra mal Distria, po, kur është shaj qëfar forcë të tjerë zakonshme din me qitë prej vetës edhe me ta japë ty kështu pa limite. Me gjas, din me emocionu kështu her pasire? A qanë? Qaj, po, normal, qaj. Nga njerë, po, jo edhe atë shpesh. Qaj, do njerë, do një kom ato momentet e mija, po. Bash, edhe shumë mirë që ndave, se me gjas jo kysh me qenë pytje publikut kështu, me pa Distria njerë, jo të qajt, po, jo me pa në ekran, po me dit... Ka pa me lotë gëzimin, nështë po. Sidomos kur e kom marrë medalje në orë të Lojra Olimpike, kom qajt shumë prej gëzimit, që mu ka shpërbly gjithaj mund. Kritikus, cili më shumë? Mami? Babi.
babi. Edhe në aspektin profesional, po dhe në jetën e përditshme kështu. Me çka do që veç ballafaqoni? Jo, në jetën e përditshme kur as mami as babi kur nuk më kanë kritiku ose nuk Ndërhyjnë atë po nuk kuptimin më kanë me bo. ndërhy edhe në zgjedhjet e mia që i kom bo në jetë, si në jetën private ashtu edhe në sport, po kritika në sport nga njerë i kom prej babit, ajo është normal, ja kuptoj është për dëshirës. Çka për shembull, hajde nëse veç po të kujtohet, shumë po më intereson. Jo ashtu kritika, po e di që ndonjëherë kur kam ndaj garë të madhe, më pyet për ndonjë kundërshtare, ashtu jo direkt, po unë e di që më pyet për një kundërshtare që më kam poshtë të kalumen. Po. E a merr pjesë, din? Ajo kështu, si pyetje Indirekte. Po, indirekte, Dash me po. marrë një përgjigje. Lucia, falem edhe për pjesën e motrave, ta pas ju jeni, edhe një vlla sakrificën e përmende mes rreshta, tregove, a mendon ndonjëherë që i ke dhënë gjudës edhe ka marrë shumë a shumë nga vetja sa që t'ka dhënë. Po i shtim këtu edhe sakrificat, pjesën që ke bo shumë për këtë sport edhe a ke marrë mjaftueshëm. Po, moj me thonë, normal që çdo sportist për me arrit diçka, jo vetëm sport, një do të me sakrifiku edhe me jep shumë për me mbrit diçka, edhe unë kom sakrifiku si çdo sportist, edhe po moj me thonë që mu ka shpërbly, edhe çdo gjë që kom jep mu ka kthy mbrapsht, ndoshta edhe ma shumë, se ka dhe sportista që jepin shumë, po me marrë medaljen e artë olimpike ose 2 medalje olimpike nuk ja kanë arrit, kështu që unë jam shumë falenderuese që gjithçka që kom jep mu ka kthy, ndoshta edhe ma shumë se sa kom jep, kështu që jam shumë e lumtur edhe qash. Okay. Një pjesë tjetër përveç familjes, e rëndësishme është shoqëria, po du me ditë te, ke rreth të ngushtë, nuk ke shumë shoqëri, po ata që i ke edhe me herët kështu edhe para se me marrë këtë vrullin e medaljeve dhe vëmendjes tjerë zakonshme, distria, po du me ditë, ke pas edhe me herët kështu prej fëmijërisë, ke shoqëni që nga fëmijë? Po, krejt shoqënin që kam muj me thonë, 90% i kam prej se kom qenë e vogël, edhe para se mi pas këto rezultate që i kom tash, edhe më ka ndihmu shumë shoqënia, si që tash ma shumë shoqënohem me shoqet e klubit, edhe pa to nuk muj me thonë që nuk i kisha pas këto rezultate që i kom tash. E ndihmojmë shumë njëra tjetrën edhe gjithmonë kemi qenë si familje dhe gjithmonë kemi shty njëra tjetrën për me mbri rezultate kaq mëdha dhe jam shumë krenare edhe për to që janë sportiste kaq mira dhe njerëz. Lucia, do të me qenë frika pjesë e sportit të judos. A ke pas frikë nga dështimi për shembull ndonjëherë? Po, ndodh, sidomos kur ki gara të mëdha, po frikën gjithmonë ma poshtë përgatitje e madhe, edhe kur e di që kur një sportist e din që ka qenë shumë i përgatitëm dhe ka jep gjithçka në stërvitje, sidomos të ne luan rol edhe analiza e kundërshtarëve, edhe kur e di që kom një trener kaq të mirë afër vetit edhe një klub kaq mirë, një shoqëni, edhe gjithë punojnë për me ndihmu njëri tjetrin për një garë caktume, kështu që kjo edhe ta mposhtë frikën edhe ta heq stresin edhe t'jep shumë vetbesim, sidomos në garat e mëdha. E përmende edhe trajnerin në këtë pjesën e fundit, çka po du me ditë është me gjas këshilla pa fund, sa dush prej ti. Po hajde një që unë e përdori shpesh kështu një shprehje ke vat me vesh, e mojnë çdo herë me vete ngushtë fort. Cila është? Ke ndonjë prej ti? Po nuk e kam ndonjë kështu të veçantë, po unë jam rrit me trenerin tim prej moshës 7 vjeçare, që 23 vjet jemi bashk, edhe muj me thonë që kaloj ma shumë kohë me trenerin se sa me familjarët e mi, kështu që e njohim shumë mirë njëri tjetrin, edhe ai e din çfarë këshilla me jep, sidomos para garave të mëdha, apo edhe ndonjë moment kështu jashtë sportit që kom nevojë për këshillat e tij, kështu që gjithmonë më këshillon edhe gjithmonë më ka ndihmu fjalët e tij. Është fat me pas një trajner, po them të mirë, jo pse mund të ketë trajner të keq, por trajnerin cili veç e keni ju, është fat ndonjëherë, ka qenë shtysë madja edhe kur je ndje shumë për toke, shumë e zhgënyer, mendoj që ka ndiku fuqishëm edhe fjalët e tij. Po, normal.
ne jo vetëm unë, por muj me thonë, na si ekip jemi shumë e fat që kemi pas një trener tillë. Për mua është treneri ma i mirë në botë, ai nuk ka qenë veç trener, ai ka qenë shumë raste psikologe, doktore krejt, i ka kryer ato funksione. Kështu më ka thënë në intervistë kur e ka pas. Po më duket kështu bashkë fjalë të njëjta. Po, jena shumë e fat që kemi një trener tillë edhe pa tonin është shumë normal e sigurt që Kosova nuk i kish pas 5 medalje olimpike, edhe jam shumë falenderuese që kam trener edhe kemi një raport shumë të mirë së edhe më ka ndihmu shumë edhe në jetë, jo vetëm në sport. Kjo është e bukur, Po. kjo është edhe më e mira. Më ka ndihmu shumë edhe në jetë edhe këshilla e fundit që ma ka jep është më fokusu ma shumë në studime tash. Se unë po. Edhe është shumë i madh për mu tash me fokusu në studime dhe me përfundu edhe me vazhdu prap me master, me doktoratur, kështu që kjo me thonë këshilla e fundit. Që cila është, ndryshe përshëndesim Natonin prej kësaj studio. Edhe po du me lidhë që nuk është vetëm trajner në sport, po të shtynë edhe me përparu edhe njetë edhe jashtë e sportit. Kemi folje vetëm për tonin edhe pak, po edhe për gjodën përgjithësi, kam edhe disa pyetje, po na fillimisht po shkojna me marketing, edhe kthehemi pra bashkë në pjesën e dytë. Jemi kthyer pra bashkë pas marketingut, padyshim me Disrian këtu në studio. Falem për tonin në pjesën e parë të kësaj interviste. Disria, humbjet gjithë themi që janë pjesë e jetës edhe gjithçka tjetër. Po du me ditë si e menaxhon, edhe kemi të kjo pjesë, humbja jote ma e madhe për shembull, cila ka qenë që e ke përjetu pak ma rënd. Po, unë si garuse gjithmonë... Po të ka bo ma të fort. Po. Këta mirë që e thashën. Po, është normal që humbjet nuk ndihesh mirë kur humb, po të vynë, si sportiste të vynë do njerë edhe me humb, se për mu, zakonisht kur i kam disa humbje që më ndodhin, sidomos në garat më dhaja, motivojnë shumë edhe më shtin prap më kthy edhe mi pa gabimet e mia edhe mi përmirësu ato. Kështu që unë humbjet i marrë me pozitivitet. Normal që në fillim ndihesh keq, po mundona mi kthy në kontekst pozitiv edhe me përmirësu veten, edhe gjithmonë me mësu gjana të reja. Kështu që humbjet mas shumë ti që më dhami njën ato humbje që i pësoj me garuse që nuk jam atë mira se unë, edhe ajo është pak ma e vështirë mi a pranu vetit pse kom humb me një garuse që nuk është ma e mirë se unë. Ndërsa me garuse që jemi të njëjti nivel, apo pak ma të mira, normal që gjithmonë i pranoj pak ma letë, edhe gjithmonë kthejmë shpe edhe mundona zbashku me trenerin mi përmirësu gabimet që i kemi bo. Kështu që humbjet i pranoj ma me lehtësi, me thonë se ndoshta shumica e sportistave tjerë edhe është qelsi, po. është shumë mirë me ditë me menaxhu. A është kjo lufta shumë e madhe me vetën, Disria, a i bërtet vetës aq shumë? Ta bëra si pyetje sepse tash më kujtohet ma i linde kur kemi pas pikërisht në këtë studio, ma ka thënë këtë detaj që është shumë ajo lufta me vetën që në atë kuptimin për brenda që të hanë diçka dhe veç nuk mundesh me fjalë do të me përshkru. Kështu ma ka thënë edhe ta që është shumë e madhe. Do mi bërtit vetës, po s'din qysh me i bërtit. Po, është një luftë e madhe me vetë veten, sidomos para garave të mëdhaja, ku po në mendoj që jam e mirë në atë aspekt edhe prej eksperiencës të madhe tash që kom gara edhe e kom mësu se qysh me menaxhu veten edhe tash e ngja veten shumë mirë edhe e di se qysh mi ndalë ato mendimet negative që ndoshta ato ma shumë t'jepin stres edhe ndoshta ato mendimet negative të bojnë që mi mposh disa lufta që nuk duhesh normalisht mi humb. Kështu që në atë aspekt njëre jo mirë, punoj shumë e veten edhe... Kjo është rëndësishme. Kështu që është një luftë shumë e madhe me vetë veten, nëse arrin me fitu atë luftën që e ki me veten e me bind veten që je ma e mira atë ditë, atëherë
çdo kundërshtar mundesh me më punë. Prandaj ja ku jeni sot, kështu që kjo është e dukshme dhe shembull padyshim për këtë gjeneratat e reja. Për te i medaljeve, çka po du me e ditë është momenti kështu kulminant i karrierës tënde që të ka mësu shumë për veten. Realisht ke mësu shumë. Cili mundet me qenë? A ke një? Nuk e di, Që është i pari? Ndoshta ka shumë, po një kryesore që distria ka kuptu tamam kush është distria. Po, më i me thonë, ndoshta me cek kampionatin botror që ka qenë një muj para lojrave olimpike në Tokyo, ku une nuk e kom pas një performancë të mirë edhe nuk kom arrit me marrë medalje, edhe në qatë kohë jëm duf me punu shumë me veten, se kom thonë nëse një muj para lojrave olimpike une jam në një performancë jo të mirë dhe të keqe, atër që ka me ndodhë në lojrat olimpike, ka me shku qështu keq dhe krejt sakrifica ka me mra për to, kështu që ndoshta ky ka qenë momenti që ndina dhe krenar me veten, që kom punu shumë me veten në atë aspekt mental, kështu që muj me thonë që ky ka qenë momenti ku muj me cilësu. Nëse një gjudist i ri do të pyes të ty për shembull sot, jam në atë luftën me veten, qysh me qëndru i fort kur gjithçka ka shkon kundër meje, çka i kishe thonë? Po besoj i përballë. Po. Me qëndru e fort, gjithçka nuk është në favorin tënd, po prap me qëndru i fort. Po të pyes unë si gjudist e ri, çka më kishe thonë? Nuk duhet mu ndal. Ndoshta rezultatet nuk vinë për një muj, për një vit, po pas disa viteve gjithmonë prej përvojës po foli që gjithmonë puna shpërblehet një ditë. Ndoshta jo në atë mënyrë që don ti, po ka me të shpërblyer një ditë puna e madhe, edhe si sport është shumë i vështirë edhe jo gjithmonë je i motivuar për stërvitje, kështu që çka e bën një sportist madh është kur edhe kur të dhem gjithë trupi edhe kur nuk je në gjendje me bo ushtrime edhe kur s'ki as pak motiv, që të qohesh prapë edhe ki disiplinë, do me thonë disiplina është numër 1 dhe kjo e bën një sportist madh ku stërvitesh edhe kur nuk ki motiv edhe e shtyn veten edhe pa motiv. Kështu që vetëm me pas disiplinë edhe punë të madhe edhe gjëra të arrime. E nëse distria sot do e kishte përballë distrinë 15 vjeçare, po them, çka i kishe thonë? Në gjas i ke marrë atër këtë sanat më ndryshe, i ke mësu rrugës, ligjet, rregullat, gjithçka që shkon, sa i përket judës, po du me ditë, jo me naj peng ose naj pishman të madh, ndoshta është fjale madhe, po çka i kishe thonë? Ndoshta veç i kisha thonë... Që tash ishe sanat ndryshe krejt. Po, kur kom qenë atë moshë, kom qenë pak me dyshje se ako me mujt me arrit të rezultate, sidomos rezultatet e Majlindës, se Majlinda ka qenë e para dhe ka qenë një sportiste e jashtëzakonshme dhe gjithmonë kur e kom shiku ata e kom thonë ako me mujt në ndonjëherë vetëm ju afru rezultateve të sajna. Kështu që vetës në këtë moshë i kisha thonë që mos mu shqetësu edhe që gjithçka ka me të shpagu edhe që një ditë ki më konë ati sportiste e madhe. A ke pas kështu sa ndjen shpesh distria barën që ndoshta njerëz të tjerë dinë me ta dhonë shumë përgjithësi, sepse në sytë e këtë njerëzve distria duhet me fitu. Presim fitore. A është shumë e rëndë si barë kështu? Unë e marrë si motivim. Nuk bën me njoft humbje, distria nuk vjen me humbje. Jo. Në sytë e këtë njerëzve kështu e fort me fitore, gjithmonë përgjithësi shumë e madhe, një barë e rëndë. Jo, për mu se marrë si barë të rëndë, për mu këto fjallë, po, janë shumë shtytse dhe kur e shoh që njerëz po presin për me, mu vetëm mjep motiv edhe mjep ma shumë energji, edhe mu i me thonë që në këtë aspekt unë çka e kom primare është me qenë e knaqshme me vetë vetën, me qenë e knaqshme me performancën tem, edhe treneri jam me qenë i knaqshme me performancën tem, ndërsa për njerëz tjerë mundona mos me mendu se si i marrim humbjet e mia, për mu mas me rëndësi është unë me qenë e knaqshme edhe treneri jam. Kur jemi na dy të knaqshëm edhe nëse se ku marrë medaljen e artë, apo nuk ku marrë medalje hiç në atë garë, por kur jemi dy të në rregull atëherë për mu gjithçka.
Disia më gjas merr edhe shumë komente edhe në rrjetet e tua sociale, kështu private, edhe komente, mesazhe, po edhe në rrugë kudo që të shohin, po du me ditë çka të thonë ma shumë, kështu njerëzit edhe a të pengojnë nëse veç nuk është një koment që ty të pëlqen, për shembull, a prekesh, a i lexon komentet? I lexoj komentet, për fat mirë deri tash kom pas veç komentet Komente mira. pozitive. Po. Edhe kom shumë njerëz që mdojnë, edhe jo vetëm Kosovës, po ma shumë kom jashtit, sidomos gjydistat e shteteve tjera, edhe unë deri vonë nuk kom pas rrjetet sociale, edhe nuk e kom ditë aq shumë sa njerëz të vlerësojnë mënyrën se si unë e bëj sportin e gjodën tem, kështu që kur i kom hap rrjetet sociale, kom marrë shumë mesazhe, shumë ma pak prej Kosovës e shumë ma shumë prej shteteve tjera, kështu që edhe tash sa herë udhtoj, edhe ndodh që edhe shtete tjera kur dal, jashtë më njohin shumë persona, më njohin shumë njerëz, edhe kjo më bën mundi shumë mirë, edhe gjithmonë kom marrë me komente vetëm pozitive. A ke ndonjë mesazh kështu që të ka ngel në mendje prej ndaj kujt ose edhe live direkt që ta kanë thënë, po ose në rrjetet sociale kështu e ke rujt. Po janë Se nuk dim nga kom njerë po të veçantë, po janë shumica janë mesazhet njëjta që e pëlqejnë gjodën që e bojnë edhe mundohen me qenë si unë edhe me bo rezultatet e mia edhe që jam gjydisja atyre favorite, kështu që këto mesazhe më bojnë shumë mundi mirë edhe shumë krenare. A e nje ose a e she distria konkurencën? A është mirë me ditë vetë fakti që ke konkurencë për rreth, sa të bën ma të fort, apo thjesht nuk nuk nje konkurencë? Jo, nuk e kam atë vetë besimin e tepruar, e gjithmonë Vetë besimi tepruar, bashkë. Gjithmonë edhe kur kam mundesh me disa kundërshtare që gjithmonë i kom poshtë, ose që e di 100% që unë jam ma e mirë, prap nuk i bëj në asgjë edhe shumë fokusona si me qenë duke garu me ma të mirën, kështu që po gjithmonë edhe i analizoj edhe ato kundërshtare edhe gjithmonë i jepi 100% edhe kur nuk e uli dikon, sidomos kundërshtare që kom mu ballafaqu me to, kështu që Okej. Suksesi din nga njerë distria me t'i hap shumë dyer, po njëkohësisht edhe me t'i mbyll shumë dyer. Pse? Sepse din pastaj njerëzit kur të shohin duke arrit edhe suksesin tënd, din me u largu, me u distancu, mos mi pas ma disa njerëz afër vetës, këta nuk po them nga përvoja ime, këta kanë thonë shumë njerëz që i kom pas dhe këtu të ftuar në emision që suksesin nga njerë t'i largon disa njerëz dhe sheh kush është i vërtetë dhe kush jo. A ka humb njerëz, humb atë kuptimin jo pse kanë vdek, janë gjallë, po nuk i ke ma jetën tonë për shkak të suksesit të distrisë. E sinqert dua këtë t'jesh. Po bona shumë e sinqert, po nuk ka ndodhur, jo. Okej. Selektive dhe këtë pjesë. Po, si stash e kom rretin shumë ngushtë edhe po. Edhe me ata njerëz që më shoqnu, hala i kam shoqni. Normal që ka disa shoqni që edhe zbehen për shkak të jo të kohës që nuk e kam kohën e duhur mi taku edhe jam gjithmonë në udhëtime. Po nuk është që jemi largu për shkak të sukseseve të mia, po. Raportin me majlindën që ke distria? Po, raportin me majlindën e kom të mirë, unë e kom shumë respekt për ta, dhe ajo është më e madhe se unë edhe gjithmonë e kom respektu edhe kemi qenë sparring partnera deri në fund të karrierës të majlindës edhe gjithmonë jemi mundu me ndihmu njëra tjetrën. Ajo tash është edhe në rolin e trenerit, edhe pse nuk është trenerja ime, gjithmonë më këshillon, sepse ajo ka garu në kategorinë që garoj unë tash, edhe i njeh shumicën e garuseve, kështu që sa herë kam nevojë për ndonjë këshill apo nuk heziton me ndihmu gjithmonë, kështu që kemi një raport shumë të mirë. Kjo është e bukur edhe me të vërtetë kështu shembull. Distria, a ke inatin e madh? A ke xhelozi? Jo. Nuk kam xhelozi, por kam kështu inat pozitiv. Me veten. Me veten. Kjo duhet, mendoj që secili duhet me pas këtë veti, sepse është e mirë dhe shtin me punu tutje, po jo atë xhelozi të shfrenume sa me pse ka arrit kjo ose jo, unë nuk i shikoj për shembull
pse kjo ka diçka ma shumë se unë ose një rezultat ma shumë se unë mendoj që në këtë botë secili e ka rrugën e vet, edhe secili e ka fatin e vet edhe nuk mundet gjithkush mi pas rezultatet e njëjta ose jetën e njëjtë. Gjithkush e ka jetën e vet, kështu që për mu unë luftën më të madhe e bëj si thash më herët me veten edhe du me përmirësu veten. Kështu që nuk këshyri mu shty me rezultatet e dikujt, po me vetveten tem, du me qenë gjithmonë më e mirë se sa kom qenë, edhe jo me bu hapa prapa, po gjithmonë me vazhdu përpara, kështu që nuk kam xhelozi kur edhe s'kom pas, edhe s'kom e pas. Okej, kjo e mira. Distria, çka du me pyet, sepse jemi në fond, është mision jetësor, Distria, çka ka? Je në kulmin e karrierës, njerëzit mund të pyesin çka po kërkon Distria, ta shumë për të pyes ty këto, mision i yti, cili është? Unë mendoj që kam me vazhdu me sport deri lurat e ardhshme olimpike, ndoshta vazhdoj edhe më shumë, po njëherë kom synim deri atëherë. Edhe më me thonë si synim e kam me përfundu sportin e gjodës mënyrën më të mirë të mundshme, edhe pse jo edhe me një medalë olimpike, po nuk jam të i bo ashtu vetit presion aq shumë se ka edhe shumë kohë, janë edhe gati 3 vite, 2 vite e gjys, deri atëherë. Kështu që veç kam mundu me jap maksimumin, ndërsa njëtën jashtë sportit, gjithmonë kam mundu me përmirësu veten edhe mu bo normal një njeri sa më i mirë edhe kaq. Është rehat, Distria, është e përmbushur, a je në kërkim të diçkaje edhe në jetën tënde të përditshme? A është në kërkim të diçkaje të re, Distria, si shkon jeta jote private? Po A je plotësume? Halo. Kjo është përgjigja më e mirë që kemi pas do njerë në studio. Jo, sa i përket sportit po, jo me plotësume, po normal që pas karrierës sportive njeri do të me pas edhe një jetë tjetër, edhe unë kom shumë dëshirë, jam shumë njeri familjare, kom dëshirë me pas një familje tem, po njerë s'ka kur gjohë në atë aspekt. Kur të është si të minime popullore kështu, kur të është kismet. Kismet, po bashkë. A më dhënë që është vështirë me kuptu dikush botën e Distrijës, a je letë e kuptushme? Jam shumë letë e kuptushme, po... Ashtu dukesh, edhe mua më dukesh. Po edhe nuk është që e bëj një jetë ashtu shumë luksoze, shumë të pa arritshme, e bëj një jetë shumë të thjeshtë, po ndoshta edhe njerëz të frigohen prej sukseseve të mia, mendoj. E arritne, unë thash, në kulmin e karrierës, se di, sukseset tua, kush nuk t'i kishte ëndër realisht, dhe kjo është e bukra, unë përdu me të falendru tepër shumë për kohën, ke knatësi, se di, mleshi e shumë të mirë, edhe ma mirë sa që e kisha imaginu që mund t'jeni kështu edhe live, knatësi e madhe, sukseset mos të ndalëshin asnjëherë, sepse një mend e meriton. Faleminderit edhe për juve edhe për ftesën edhe ishte knatësi edhe për mua. Pas kamerave, kisha një pyetje, doja me ta bo, kur veç ishim duke bisedu për Big Brother. A kishe pa veten në një reality show ajo? Jo. Asnjëherë? Ja. Nuk shkon për shtati? Jo, edhe s'besoj që keni me po, i sholla s'ndrohet se ka shumë që kanë thonë s'him kur edhe janë. Po jo. Pastaj do e marrim këtë pjesën e deklaratës tënde edhe do e postojmë nëse veç ndodh na herë me hy. Po shikon Big Brother sepse është temë aktuale edhe shikoj, ndonjëherë po e shikoj. Nuk jam ashtu e rregullt. Po e shikoj. Okej, faleminderit shumë, ndonjëherë kënaqësi e madhe. Faleminderit ju. Faleminderit publikut që ka qëndruar bashkë me neve deri në këtë momente. Padyshim ne shihemi pra bashkë këtë hënën, për fund është Shëndresa me performancën e saj nga unë edhe krejt ekipa e një natë. Mirëmbëjtje. Jo askush nuk e di unë për ty çfarë ndjej, zemra ime çan kur nuk e di ku je, të ndjej pranë dhe pse s'të kam, ti nuk e di sa mallum kam, kohën dua ta kthej pas, je gjithçka që unë kam dashur, lutem jo
lutem Zotit çdo ditë që të kem në krahët e mi. Të ndjej pranë dhe pse s'të kam, ti nuk e di sa mallun kam, kohën dua ta kthej pas, je gjithçka që kam dashur. Lutem jo, mos i harro fjalët që unë ti kam thonë, pra të lutem mos më lë në atë vend ku ti mungon. Ky emision mundësohet nga Oliva Shampo dhe Telkos.